të përmirësojmë shërbimet publike në tërësi, cilat do t'jenë ndërhyrjet sa i përket investimeve për digitalizimin e shërbimeve publike edhe për Bashkinë e Tiranës. Në një takim të mbajtur më 24 nëntor me banorët e Laprakës dhe Kasharit, deputetja socialiste Ogerta Manashtiliu mori rolin e një kryebashkiake i të mirëfillt, duke prezantuar dhe diskutuar buxhetin e Bashkisë së Tiranës për vitin e ardhshëm. Edhe pse zyrtarisht është vetëm kandidatet për të drejtuar kryeqytetin, mënyra se si ajo udhëhoqi aktivitetin dhe mënyra se si përfaqësuesit zyrtar të bashkisë u reduktuan në sfond, ngriti pikpyetje të forta mbi legitimitetin e këtij pozicioni. Kryeministri Edi Rama e ka bekuar publikisht këtë rol de facto, duke paraqitur Manastiliun si figurë që po udhëheq punët e bashkisë përkohësisht në kushtet ku kryetari në detyrë Erion Veliaj është i pezulluar dhe ndodhet në burg për akuza korrupsioni dhe pastrimi parash. Së bashku me Ogertën, që ishte dhe mbetet kandidatja e onë për të drejtuar Tiranën kur të vinë zgjedhjet, së bashku me Delinën, që është Ministri e Ekonomisë dhe Inovacionit dhe që Megjithatë, ekspertët e qeverisjes vendore shohin këtë situatë si një shkelje të hapur të kushtetutës dhe të parimeve të vetë qeverisjes lokale. Agrona Xhemali nga Instituti i Bashkive parlemron se Manashtiliu nuk ka asnjë atribut ligjor për të drejtuar konsultimet e buxhetit dhe se kjo periudhë tranzicioni nuk mund të kthehet në instrument për kontroll politik mbi bashkitë. Të njëjtin qëndrim bande Ydhi Aslani, i cili e quan këtë ndërhyrje uzurpim të pushtetit vendor dhe pjesë të një modeli të njohur presionit të qeverisë ndaj bashkive. Në thelb të kritikave qëndron frika se kjo situatë nuk është episod i izoluar. Pas zgjedhjeve të 11 maj, qeveria nisi një proces të gjerë ndërhyrjesh në administratat vendore, duke diktuar shkarkime dhe emërime përmes strukturave politike të Partisë Socialiste, një praktikë që konsiderohet rrezik serioz për autonominë vendore. Ekspertët theksojnë se buxhetet vendore artohen dhe miratohen vetëm nga organet lokale, jo nga politika qendrore, ndërsa qeveria vazhdon të kufizojë financimet për njësitë vendore. Ndërhyrja e saj në proceset e buxhetit shihet si një farsë që synon centralizimin e pushtetit në dëm të qytetarëve dhe vetë demokracisë vendore.